Okej, miqtë e emisionit Koha Shtesë, sot do të jemi në intervistë me një personazh i cili ka bërë historinë e tij në kombëtarjen shqiptare, me një personazh i cili është shumë i njohur për futbollin shqiptar. Jemi në një intervistë ku do të diskutojmë se përket kombëtares me Altin Raklin. Altin, përshëndetje. Klaudio, përshëndetje dhe urime për emisionin. Faleminderit Altin. Pyetja e parë që ne do të dëshironim të bënim është një shprehje që mua ngeli ndërmend nga një deklarate Vasil Ruci dje. Tha, nuk e dim akoma se çfarë kemi humbur. Domethënë, nëse do shkonim në botëror, do ishte gjithë populli shqiptar që do fiksoj akoma më shumë pas futbollit e do merreshim nuk do merreshim shumë me politikë, si më thënë. A e dim vërtet se çfarë kemi humbur apo jo? Tani Vasili gjithmonë, domethënë, i ka pikante ato gjëra që lëshon edhe është dhe nga Vlora dhe i shpejt. Unë besoj që ne dim gjithë çka kemi humbur. Në fund fare ishte ndeshja e parë, se kishim edhe ndeshje tjetër. Pra, nuk është se humbëm ndeshjen e parë dhe humbëm gjithçka. Pra, kishim 2 ndeshje, jo vetëm një. Ne u eliminuam në gjysmëfinale. Duhet ta marrim këtë ndeshje jo thjesht si një zhgënjim, sepse nuk shkuam botëror, po duhet ta marrim për mendimin tim që ne rritëm në futbollin tonë në nivel tjetër. Pra, u kualifikuam në play-off, dhe kjo është meritë e skuadrës dhe stafit, që na çoi deri aty. Dhe pastaj bëm një ndeshje fantastike në Poloni kundër një skuadre favorite, kundër një skuadre shumë të fortë, me emra shumë spikatur në gjirin e vet. Një skuadër që e kemi parë përballë dhe kundër skuadrave elitare, siç është Portugalia apo një skuadër tjetër dhe që kanë në fazat ndryshme të lojës kanë dominuar ndeshjen. Dhe në fund të fundit ti kishe rastet shumë të pasta se kundërshtari bëre 2 gabime që normalisht në ndeshje të tilla nuk duhet bëhen, nuk tolerohen të bëhen. Në fakt, ndoshta do kemi mundësi të futem në detaj atyre 2 gabimeve, po e kam fjalën në përgjithësi në ndeshje të tilla në detaj. Në ndeshje të tilla pra nuk lejohen këto gabime të ndodhin, sepse është një takim dhe nuk e ka të rekuperohesh. Pjesën tjetër ti e bëre pothuajse perfekt, ndoshta me 1 apo 2 ndryshime të vogla mund kishin bërë pak më mirë. Por e përgjithshme është që ti bëre ndeshje të madhe dhe duhet jemi krenar që i treguam Polonisë në vendin e vet se kush ishte skuadra më e mirë. Por normal futbolli ka edhe fatin në vetvete që atë ditë nuk ishte me ne dhe që na ndëshkoi. Altin, pikërisht ky është diskutimi dhe ajo që ne kemi ngritur edhe në emisionin tonë, sepse unë shikoj në ambientin shqiptar një mënyrë interpretimi ndoshta i gabuar gjithë kësaj. Po shikoj që për shembull trajneri Silvinho është kritikuar dhe është kryqëzuar, madje duke thënë edhe fjalë është i paaft, nuk di, nuk bën, pra të gjitha këto lloj gjërash, por në fund fare ajo që ti shikon është pikërisht statistika. Në fund të ndeshjes, mbajtja e topit aty ishte 50-50, ndërsa rastet e pastra ishin 1-3 favor të Shqipërisë. Kush e mendonte para ndeshjes se Shqipëria do shkonte në një transfer të Polonisë dhe të ishte një ndeshje kaq e barabartë, por në fund rastet më të pastra ti kishim ne. Domethënë, pse jemi kështu që e mbushim kopën pastaj e derdhëm, gjithmonë do fillojmë me këto historitë. Vajtit e Biazë na çojnë Europian, jo po e çoj Ballis Morina. Na çoj Silvinho si vend i parë, jo po na çuan golat nga larg. Vemi deri këtu me Polonin, jo ishte i paaft, ndeshën me Serbinë e fituam se ishim adhetar. Po pse nuk e fitojmë dot ndeshën? Domethënë, me Serbinë fitojmë ne vetë lojtarët se ishim adhetar. Po kush është më rëndësishme, ndeshja me Serbinë apo kjo ndeshje për botëror? Domethënë, okay, dhe me Serbinë normale është rival i përjetshëm, por dhe kjo ndeshje pse fituan vetë lojtarët pastaj? Se kjo është ndeshje që vjen një herë në jetë. Klaudio, nuk duhet të ngatrojmë deklaratat e tifozave që janë tifozë normal, që janë zhgënjur nga rezultati dhe mund flasin çdo lloj çdo lloj gjë, çdo lloj fjale mund t'i vijë aty, çfarë mund t'i vijë aty në përmend, mund t'i thonë me atë të specialistëve të futbollit, ato që merren me futboll, apo qofshin edhe gazetarët sportiv. Më fal, po ka shumë tifoza futbolli që po dalin në studio me këmishën e analistit, ë? Ja. Tani, njerëzit e din pak a shumë kush është ai që ka gjithë jetën që merret me futboll, e ka studiu futbollin, është licencuar për futboll, ka qenë trajner futbolli, ka qenë futbollist vet, ka luajt, pra din ti ndaj njerëzit këto dhe ai që jep mendime që është i tillë,
atëherë do kemi një domethënë një përplasje të realitetit, pra të këtij realiteti, një person që e ka prek futbollin, e kupton futbollin, e ka studiuar futbollin, me një që është thjesht tifoz. Dhe duhet i ndajmë këto gjëra. Pra, ai që është specialist futbolli, teknik, ish futbollist, trajner, ku ta di unë domethënë, që ka lidhje direkt me futbollin, duhet të jetë pak më i ftohtë, duhet të jetë më analitik dhe duhet të jetë më i saktë në gjërat që son. Prandaj, pastaj pjesa tjetër që ne si popull jemi popull o të hudhim o të çojmë lart fare në hën, kjo dihet. Është edhe nga vetë temperamenti i popullit ton, pra që kur je i mirë je super i mirë dhe kur je i keq je super i keq. Aty në mes domethënë nuk ka. Por në rastin konkret, duhet i bëjmë pak analizat më të ftohtë, të gjithë ne, domethënë, gjithë ato që merren me futboll, po edhe ato që nuk merret, edhe sportdashësit, do t'i bëjnë një pyetje vetes, thjesht një pyetje thjesht. Duke marrë parasysh këto gjëra që tham. Pra, bëmë një ndeshje, gjithë janë dakord që bëmë një ndeshje të mirë në Poloni, nuk e meritonim tu e eliminon, apo ja. Unë besoj kështu e kam pas Ishte një gjithë. gazetar polak që tha për herë të parë në historinë tonta ishim me fat në shtëpinë tonë kundër një ekipi i cili ishte më poshtë se ne. Pikërisht. Në fakt atë ditë ekipi tregoi shumë më lart se ato, por në letra ishte më poshtë. Pra ato ishin favorit, ne ishim domethënë jo favorit në ato ndeshje. Ama në fushën e lojës, përveç 10 minutave të para që ekipi polak na mbajti pak në zonën tonë, pa kriju asnjë rast pastër, këtë duhet ta themi. Do ato s'kryun asnjë rast pastër, por na mbajtën aty. Na mbajtën në trysni. Pjesa tjetër e ndeshjes, po komplet ama, pa heq asnjë presje. Foli për ne. Dash në organizim, dash në kundërsulm, dash në aspektin defensiv si u vendos skuadra, dash në aspektin e kundrasulmit si i kapëm në ato dy raste. Pra ne ishim pothuajse perfekt. Pastaj janë disa detaje të vogla që ndoshta duhet i kishim bërë më mirë, qoftë edhe në vendosje emrash, por ti dal domethënë në analizë. Një pyetje direkte, kur mbaroi pjesa e parë 0-1, a e kishte frikën se Polonia do ta fitonte këtë ndeshje apo ishte i sigurt që këtë ndeshje ishte jona? Duke parë mënyrën e lojës. Unë isha i sigurt sinqerisht që ne pjesën e dytë do kishim raste, që Polonia do hapej dhe ne do kishim raste, ishte i sigurt. Kisha frikën vetëm thash inshallah nuk do na bëjnë gol ato 10 minutat e para, sa atëherë do ishte e frikshme që po na kthenin ndeshjen. Por kur minutat e para ikën dhe ne po krijosim raste, unë akoma më tem thelloj bindja që ne ishte ndeshja jonë. Domethënë unë miku jam komplet sepse Polonia ishte e paqartë, ishte e parrezikshme, domethënë nuk kishte asnjë lloj rrezikshmërie në çdo aspekt. Në çdo aspekt. Sepse ne po i bëshim detyrat shumë mirë. Thash, janë disa pjesë të vogla pastaj. Qofse do ti futemi që tani analizës detaj. Do futemi mirë përciptave si gjërave, domethënë, po në momentin ti thua që okay, kur ishte pjesa e parë, e kisha të ndjenjën që nëse bëhet diçka 10 minutat e parë do të jetë e frikshme, po më pas ishte që ndeshja është e jona. Po në Sirova, po. Nedim Bajrami humbi rastin. Na mendove edhe ti si shumë prej shqiptarëve që futbolli tani do na ndëshkojë? Të drejtën duke parë që Polonia ishte shumë, domethënë, e pafuqishme, pa krijimtari, pa asnjë lloj kreativiteti. Domethënë, unë nuk besoja kur që ato të shëronin atë ditë gol. Dhe nëse do kesh parasysh golin që ne psum, erdhi nga goditje standard, dhe ai person që unë e kisha deklaruar më para, uroj që të luajë kundra nesh, sepse është njëri që ka marru fizikisht, i ka marru cikli, është njëri që marrat aty dhe ke Barcelona fiks për ta shtyr topin rrjet. Atë ditë ta bëj shumë mirë. Atë ditë ta bëj sepse e ka dhunti, sado i shpejt, sado i avashë të jetë. Por atë aty ditë ta bëj. Loja në arë 1 dhe ajo 5-6 metrash i para portës që rrin aty në hatja para portës, ai e ka ato, sa ato nuk ikin, edhe 80 vjeç nuk ikin ato. Pa më forca fizike ati lojtari, ai ka marru si lojtar nga forca fizike dhe nga shpejtësia. Në këtë aspekt unë isha i lumtur që ai përnoste. Por që na dëmtoi pastaj një moment që u dha mundësia na dëmtoi, edhe atë rast duhet i ruajnim, pikërisht ai rast nuk duhet ndodhte.
Po pse nuk e lexoj mirë Strakosha atë moment? Kaq e vështirë është për portieri që të kapi atë lloj topi. Atëre, mos e lëm vetëm Strakoshës. Patjetër i ka pjesën e vet, se topi ishte shumë gjatë në ajër, ishte shumë gjatë. Pra Strakosha kishte kohë të reagonte shumë shpejt duke pa trajektorin e tropit, ta mbyllte shtyllën e parë, pra shtyllën e ngushtë, aty ku fut topi ta mbyllte atë me trup. Po. Kishte shumë kohë ta mbyllte. Po Strakosha vetëm gabim që bëri në atë moment ishte që reagoi shumë vonë, e kapi shumë vonë trajektorin e topit. Po gabimin më të madh për mendimin tim në atë moment ishte i Hysajt, që sepse duke ditë rrezikshmërinë që ai lojtar ka në lojën ajër, ai të vjedhet dijej, pra dhe ato e kanë studiu, besoj nuk kanë lënë minutë pa e studiu në konferencë, në videokonferencë që kanë studiu kundërshtarin, lëvizjet e atij, sidomos në korner. Po, Dhe ai duhet ta mbate në ato momente unë e shoh Lewandowski, e shoh shumë se unë Barcelonën e ndjek jasmas. E shoh dhe çaj bëjnë ekipet e tjera për fjalë Lewandowskit në zonë. Lojtarët e tjerë e fusin gjoks, e mbyllin me 2 krahët anash, sepse ai nuk ta jep një penallti se po mbyll me krah. Po e kape nga Messi, po është tjetër gjë. Po e mbyll me 2 krahët anash dhe ti afrosh me gjoks, mos e lës të lëvizi fare, nuk ka çfarë të bën edhe step një penallti për atë. Ishte vdekur ajo që the ti. Është i vdekur fare, nuk ka çfarë bën fare, nuk lëviz dot. Pra, shumë ma aty lojtar aty në zonë, te din shumë mirë dhe Hyse e din gjithë, por nuk e di çfarë ndodhi në ato momente aty. Sepse po them, sepse për shembull Lewandowski në momentin e parë kur filloi krosimi goditjes këndit, ishte Berat Gjimshiti në mbulim me Lewandowskin. I shpëtoi në sekond Gjimshitit dhe shkoi te Hyse. Por ideja është tu, nëse Strakosha do të ishte deri në fund te Lewandowski, ajo prekë e lehtë për shembull që Lewandowski ka bërë se i Hyset, mund të ishte faull nëse do ishte sa Strakosha, sepse ajo është zonë ku është portieri në avantazh. Pra Strakosha iku shumë përpara kohë gjës. Nëse nuk e kap dot, të paktën rri deri në fund Lewandowski, që në prekën më të vogël fitosh faull. Ajo për mua ajo lloj prekë që bëri Leva Hyset, nëse mund të ishte Strakosha mund të jepte faull, se zon portieri. Atëherë, në qoftë se në markimin 1-1 ka qenë Gjimshiti i ngarkuari me majt Lewandowskin, atëherë më fali mu Hysaj, sepse nuk ka lidhje Hyse më me këtë çështje. Në qoftë se ka qenë markimi Gjimshitit 1-1, është detyrë e Gjimshitit ta marrë pikërisht në këtë pozicion që unë thash, 2 krahët, Gjimshiti është goxha edhe më i gjatë se Lewandowski, edhe më i madh bile me trup. Ta fusi ke krahët aty dhe mos e le të lëvizi fare Lewandowski, nuk ka çfarë bën fare. Në qoftë se ka qenë Hyse për ta ngarkuar 1-1 Lewandowski në goditje standard, atëherë po është tjetër gjë. E han Hyse, po në qoftë se e ka Gjimshiti e gabimin e parë. Herë përsëri atë video ishte Berat Gjimshiti i cili ishte mbulim me Lewandowski. Atëherë gabimi në sekond, thjesht ndoqi topi që shkoi te Hyse. Gabimi kryesor atëherë është i Gjimshitit, sepse ai e mbulon kundërshtarin 1-1. Pastaj pjesa tjetër, pra që është një bashkim gabimesh aty, nuk është vetëm i Gjimshitit. Pra është i Gjimshitit, është i Strakoshës në radhë 2, po është dhe Hysajt në radhë 3, sepse Hysajt pastaj shkoi, e pa që Lewandowski po ikte. Thjesht duhet kërcetë në ajër me gjithë fuqitë, edhe me bryl ndoshta, edhe me bryl që thjesht bryl domethënë nga trupi e kanë fjalën, që ta largonte, t'ia humbte ekuilibrin e Lewandowskit. Domethënë aty vetëm pak ekuilibrin të humbësh, pra në moment që tjetri ngrihet në ajër, ti vetëm pak ekuilibrin t'ia humbësh atje, nuk e godet dot topin më. Por ne e lam të qetë fare Lewandowski ta godiste topin. Edhe ky ishte gabimi, pra ishte një bashkësi gabimesh që çon te psimi golit aty. Pastaj Strakosha e thash, në qoftë se nuk ishte mundësi me dal, pra e llogariti keq topin me dalje, po të paktën aty në atë pozicion që ishte Lewandowski, goli topi mund të hyte vetëm në atë pozicion, në shtyllën e brendshme, pra në shtyllën e parë. Nuk kishte shans të shkonte në shtyllën mbrapa. S'kishte trajektorë aty për ty në shtyllën. Pengu i madh i shqiptarëve do ngelet ai rasti në Nedim Bajrami. Nedim Bajrami është një lojtar i cili ne e njohim, që gjithmonë të kaluarën e tij ka kërkuar të zgjidhë goditjet e gjërat me teknik. Këtë herë kërkoi ta zgjidhte me forcë. A ishte ai moment një rast për të përdorur forcën dhe jo teknikën? Atëherë që para se me dalë te rasti konkretisht, duhet të them 2 fjalë. Në kohën që luaj futboll vet, mund ta vërtetoj dhe e di shumë mirë që është më se e sigurt kjo që po them. Sepse kam pas dhe vet
Po edhe kam kaq vite që merrem me futboll, që 10 vjeç dhe miq shok dashamirës atë futbolli që ndjekim dalin në për statistikat njëjtat përfundime. Një lojtar që shënon rregullisht, ai nuk ka shans tu me një rast flagrant, ose mund të ndodhi nga 10 raste mund të huni 2-3, po 7 i ka brenda. Ai që është gjithmonë, domethënë, aktivizohet me ekipin e vet, lojtar formacioni, shënon rregullisht, domethënë 1 në 2 deri në 3 ndeshje. Një lojtar që ka 2 vite pa shënuar më, dhe nuk është as lojtar formacioni, po minutat i ka me pikatore. Atëhere është probabiliteti që ai mos shënoj shumë i madh se sa ky lojtar që unë sapo thash. Dhe kjo është 100% e sigurt. Kjo ka të bëjë me moralin që ka lojtari, kjo ka të bëjë me praktikën e lojës, praktikën e golit. Goli ka tekat e veta goli. Goli kur t'jep atë ndjesinë e mirë ty si futbollist, atë moralin e mirë goli, ai topi, ti e godet për ta qita ut ai të futet gol. Kur ti se ke atë moralin e mirë, atë ndjesinë e mirë me topin, që në rastin konkret i takon 100% Bajramit, ti mund dalësh me portën bosh do ta humbësh prapë. Domethënë ky është ndryshimi i atij. Dhe për mendimin tim, Bajrami, pra sepse unë se kam thonë kur dhe s'do ta bëj kur që të paragjykoj një lojtar para fillimit ndeshjes që ai mos luaj. S'do ta bëj kur se do ishte gabim fatal i çdo njeriu të paragjykoj një lojtar apo dhe trajner përpara se fillon ndeshja. Mund të gjykosh mbrapa sa dush, sepse është e drejta jonë fund fare të analizojmë ndeshjen. Edhe të njëjtën gjë unë për Bajrami nuk e thash, po isha shumë i sigurt në vetën time që ai lojtar, sidomos në atë pozicion jo natyral që e futi Silvinho, pyk, pra koka e qendrës sulmit. Qendrës sulmuesi jonë më i mirë ishte, domethënë qendrës sulmuesi jonë më kryesor. Ishte Bajrami atë ditë. Po si mund ta Kur ai për shembull e i topit, atëre ai aksion aty se do t'jemi edhe realist. E para herë topi që hysaj. Hysaj bëri një aksion jo fantastik, po duhet të them domethënë të çmendur, sepse mori topin fushën e vet. Edhe metra. Boi gati 80 metra sprint me top dhe duhet ishte çmenduri ti thoje Hysajs. Dgjoj, pse se konkludove vetë atë top, se kishte mundësi në fakt. Se po ta shohësh që ndërmbrojtësi i Çekis ka bërë një hap drejtim Bajramit, po në ato momente fatkeqësisht Hysaj e goditi topin edhe pasin. Sepse Hysaj nëse nuk do e kishte dhënë në ato moment pasin, do e shifte që ju hap zona dhe i shkote portierit nuk e turit. Pa pas asnjë aty. Domethënë që ndërmbrojtësi bërë një hap nga Bajrami. Dhe pikërisht ato momente Hysaj e dha pasin. 1 sekond do ishte Hysaj. Po me garanci ja shiven e viherë, shiven me vëmendje, edhe do e vëreni që është 100% kjo që po them unë. Dhe në momentin që Hysaj e dha pasin, si duket edhe nga që u lodh se bëri 80 metra sprint me top, Hysaj nuk është se e dha 100% të sakt, pra pasin e fort. Po t'ishte pasi fort, Bajrami kishte mundësi me mërë me të majtën atë dhe i dilte portierit nuk e turit e vetë, afër portës fare, edhe i thote nga do edhe me të majtën. Po. Bajrami, nga që topi erdhi me nga dal, u detyru domethënë deri diku u detyru ta nxjerrë nga koma e djathtë pikërisht për atë jo besimin që ka te koma majt ose te vetvetja rreth parë. Unë tisha aty për veten time, unë do ta kisha marrë topin me komën e majt, do ta kisha nxjerrë koma majt dhe do i afroja portës. Prap do kisha hapësirë për ta goditur topin me të majtën diagonal ose ke krau i shkurtër i portierit. Po. Dhe po të vedisje fort, nuk ka portier që e kapate, se 5 metra ishte distanca. 7 metra maksimumi, po jo më shumë. Pra në qoftë se llogarisim që Bajrami do e merrte topin, pra do e merrte, do bëte një marrje topi, do e nxirrte mirë nga krau i majt dhe do e godiste. Siç bëri Pilo. Për shembull, po Pilo domethënë ishte fati që i ngeci portieri topi që koma i ngeci, domethënë. E goli, po ajo ishte gjë e goli pa gabim, ishte thjesht. Ai ishte fat që i ngeci nga koma ato, domethënë, nuk
Dhe ti nuk je që ndofta po ta godiste pak më fort, ndofta edhe mund t'i kalote por shaleve për tjerit. Po shikojnë teknikisht ishte e mirë. Teknikisht ishte mirë. Do vetëm duhet godit pak më fort, se s'kishte mundësi tjetër. Do më thënë Pilo duhet ishte në rastin e Bajramit atë. Si? Nëse Pilo do ishte në rastin e Bajramit, do të kishte tjetër gjuhë ishte Pilo e kishte bot golat e ta jep me garanci. Se mu më pëlqeu ai se do vinë edhe ai lojtar, ai më pëlqeu jashtë mase, ato minuta që luajti ishte kemi edhe ato temë. E kemi edhe ato temë. Ai do me thënë, po ti ishte ai aty. Po un kam një ide tjetër që duke pas parasysh pjesën e parë, që Bajramit, qofse ju kujtohet ju, ato 10 minutat e para, 12 minutat e para, Polonia na majti shumë lart presin, na e bëri shumë lart presimin. Po. Dhe ne me mbrojtjen, bëshim një kombinacion topit fantastik deri te 30 metrash i para zonës tonë. Po pastaj mes fusha, në ato momente na u markote shumë mirë. Po duke u na marku mes fusha, atëherë na ngjeshim vetëm 3 stacione të tjera, 2 sulmuesit ansor dhe sulmuesi kryesor, një nga ato 3 do ta merrte topin pastaj. S'kishte mundësi tjetër të dilshim ne nga ajo. Dhe detyroheshim me pasim gjatë. Pasimi gjatë, 4-5 herë, mos më shumë, ato 10-12 minuta e para, erdhi pikërisht te Bajrami. Dhe Bajrami humbi të gjithë duelet. Nuk e mori një herë topin. Sepse Bajrami nuk është lojtar koke, i lartë. Po, nuk është për luftën ajër. Nuk është për luftën ajër. Edhe në mbrojtësi mirë topin nuk është. Bajrami do shpejtësi, do hapësirë dhe do shpejtësi të eci. Vrapoj, sidomos në krah. Pra, duke nisë nga kjo, them që vendosja e Bajramit si qendër sulmues ishte një vendosje gabim taktik. Okej. Kam në një pyetje tjetër tani, sepse në Shqipëri tema kryesore është Ernest Muçi. Tani un kam një këndvështrim tjetër timi që dua ta ndalem me ty. Okej, Ernest Muçi dihet për gjithë aftësitë e tij, për golat që po shnon te Trabzonspori dhe për gjitha këto me radhë. Hyri minutën 82 shumë vonë. Un personalisht për shembull, nuk do doja me gjithë shpirtin tim që Muçi të shënonte, por nuk pres që ti të futesh 10 minuta bashkë me 5 minuta të shtesë, janë diku te 15 minuta, nuk pres nga aty të shënosh gol për 15 minuta sepse është shumë pak minutazhi. Por ama, un pres që nga një yll i madh i kombëtare, se gjithë flasin sikur është Lionel Messi, ta bëj një pasim sakt, të bëj dribling bukur, të bëj diçka ekstraordinare, pra diçka jashtëzakonshme, të futet në zonë, ndoshta të godasi një portën, ndoshta të japi një pasim inteligjencë të nivelit shumë të lartë, pra të tregoj që është ky lojtari me këtë brumin kaq të madh që Silvia nuk po i beson, sepse është edhe diçka tjetër. Futi Polonia atë lojtarin e Portos, atë Oskarin, ai ishte ndeshja e parë që luante me Polonin. Ishte ndeshja e parë, ishte minutat e para. Ai hyri minutën 45 dhe për shkak të rezultatit, por brenda 15 minutash i la një target në Sejdy sa që ishte lojtari jon më i mirë, duke futur aty në zonë, edhe ishte një top goli që Oqi Berati mshiti. Pra ideja është këtu, që pse një talent shqiptar dhe një talent polak kishte si në Poloni dhe në Shqipëri kishte vënë shënjesë të trajnerit për faktin që nuk po i besonte, sepse për Oskarin trajneri polak kishte thënë që është shumë shpejt për ta marrë, dhe ata nuk prisin që ta merrin Oskarin e Portos. Ai e mori dhe futi edhe në fushë. Ideja është tani që pse ky talenti shqiptar kur futet nga stoli në fushë nuk tregon asgjë. Edhe nga krahu tjetër, ky talenti tjetër domethënë sado i pakënaqur mund të jetë me trajnerin apo me gjend, ai futet dhe tërbohet dhe tregon që un jam ky. Ky diskutimi Muçit është pak sa kompleks. Megjithatë un kam idenë time në këtë drejtim. Unë kam pa Muçin në kohët e fundit në kampionatin turk. Do me thënë, ai për momenti ka një vazhdimsi të jashtëzakonshme. Pra atë që thamë për Bajramin, që ka 2 vjet, nuk shënon, nuk luna në kënet, te Muçi është e kundërta komplet. Do me thënë, ai është titular, është besu ekipi, e merr skuadrën, do me thënë, e tërheq. I gjut gjithë faullat, i gjut gjithë penaltit, i gjut çdo gjë, i gjut Muçi. Tani, e kupton ndryshimin e ndjesisë që t'jep, besimit që t'jep klubi, trajneri, ekipi, me ndjesinë që t'jep federata, trajneri, ekipi. Po bëjmë 2 krahasime. Pra, e klubi me ekipin tonë kombëtar. Dhe Muçi këtë besim te ekipi jon kombëtar nuk e ka në asnjë moment nga askushi. Po këtu, më fal. Ta marrë idenë, domethënë.
Dhe në moment që ti Muçin aktivizon minuta 82, ku loja është 2-1, kundërshtari ka 11 vjet mrapa, mos them edhe 14 me gjatë të bankimës. Kanë bë murin mbrojtës aty. Dhe Muçi dihet që është lojtar që do hapësira. Nuk është lojtar, Muçi nuk është lojtar që triblon 5 vetëm, nëse e keni ditë Muçin kështu atë e keni kuptuar gabim lojën aty. Por ama Muçi ta kishte fut nga fillimi, se nuk do ishte Bajrami aty, do ishte Muçi ka i top. Pa ta japun me jetën time këtu, që ai top do ai kapshë rrjet. Dhe mas atij topi do kapshë dhe top tjetër prapë në rrjet, sepse do mirë të moral, skuadra 2-0, do të thënë ekipi kundërshtar do shpartallonte, do hutej gjithë përpara, dhe atëherë do dilte në lojën e Muçit vet. Loja tipike e Muçit, kundra sulm, shpejtësi, goditje nga larg, goditje nga afër si dushti me të dyja këmbët në çdo lloj pozicioni. Dhe ai po shënon gola, ai goli e njeh, topi e njeh, ai njeh më goli, ai sa e shef goli, atë Muçin thot, goli, erdhi ky do mboj Muçi 100%. Dërsa te Bajrami është tjetër histori pra. Duke ditur dhe fakt Muçi godet bukur dhe me këmbë në majtë, Mi ka të dyja këmbët majtë, për ne po them. Dhe to janë faktet që unë fus brenda dhe dal në një konkluzion që nëse do kishim fut Muçin aty. Po edhe Muçin jo. Po e le Muçin, më fute Muçin ka djath fut brojen në pozicionin e vet se ka luajtur atë pozicion. Kap topa me kokë. Kap topa me kokë, mbrot topa, broja është gjithaj djalë. Edhe pavarësisht se nuk është 100% formën e vet. Më mirë se Bajrami do e bote atë pozicion e Pykës, po flas për pozicionin e Pykës. Po. Jo pozicionet anësore, pozicionin e Pykës. Atëherë janë disa gjëra që trajneri duhet të kishte zgjidhur më mirë dhe po ta japë garanci që do kishte pas rezultat tjetër. Nga ky që kishim. Si të duk ai pasimi që dha broja Pilos atje, se më çmendi fare, domethënë ishte një automatizim lëvizjesh brenda 2 sekonda. Marrja që i bëri topi që ktheu mbrapsht, që nxori bllok 2 mbrojtëse kundërshtar dhe pasimi më njerëzshëm. Atë prit se e anashkalove. Dole direkt te pasimi që i dha broja Pilos. Ti do dalësh te pasimi që i dha Ozuni brojës. Po, ishte e vërtetë. Ai ishte pasim. Edhe me qëra fjalës se kemi përmend Ozuni fare. Ozuni, domethënë dihet që është një ushtar, është një gladiator që jep gjithçka, që vrapon. Nuk dolën lojën e vet sulmuese, domethënë që të rrezikojë atje sepse bëri shumë në siç bëjnë zakonisht të dy krahët. Domethënë ansor nga porositë e trajnerit që duhet punojnë shumë brapa. Po punoi shumë. Atë topin aty ishte gjëja më e bukur që bëri. Dhe jam i sigurt që nëse ai aksion do përfundonte gol, unë po të them ajo neshi do kishte edhe 2-3 gola të tjerë për ne. Ashtu ë? Po jam i sigurt. Pra, nëse ai aksion do përfundonte gol, dhe ndeshja atë ishte 1-1 me sa më mënu. Po. Ne do të shënojmë prapë atyre, sepse ajo skuadër, ajo nuk kishte më konstrukt, e Polonia lute pa konstrukt, ajo u hap. Ishte vdekur. Edhe ku ishte 1-1 rezultati, se ato po e shifshin vetë që e bën golin rastësisht, ato s'kishin merr me gol. Goli u bë rastësisht, dhe ato e shifshin që ishin të bllokuar, pa kreativitet, pa fuqi, pa asgjë. Dhe nëse ato do psonin golin e dytë, do ishte tronditje për ata, dhe do psonin edhe të tretin, edhe të katrin, jam i sigurt për këtë. Fati jonë i keq ishte që ato shënun golin e dytë dhe shënun shpejt. Dhe që dalim nga goli i dytë, domethënë, ai goli i dytë ishte akoma më i dhimbshëm se i pari. Si mund të evitoj? Po sepse Mesi mes fusha jonë, domethënë qendra e mesit fushës, aty ku godit topi, u detyru Gjimshiti ti dilte aty. Aty do të ishin në lyme 3 me sfushor qendër, me 3 me shkatrus, në lyme Laçin, në lyme Aslanin, në lyme Shehu. Ku ishin ato? Ku ishin ato pra? Që për Shehun du të them edhe Laçin. Me Aslanin s'jam i kënaq, të them drejtën, nuk jam i kënaq. Nuk jam i kënaq sepse ishte një ndeshje nuk është në formën e vet, pra nuk ka lidhje me Aslanin që njohim ne. Edhe për arsye që ka shumë pak minuta. Këto ndryshime, se kur ishte me Interin, se ka ndryshim këtu tash. Kur ishte me Interin, ai e ditë shumë mirë që ishte në bank, ndoshta dhe ishte probabiliteti shumë i madh që 10 minuta të aktivizohej në çdo ndeshje, e fuste 10 minuta. Po prapë, ajo 10 minuta, 12 minuta, qoftë edhe 7 minuta, edhe 5 minuta, të jep ndjesinë të qenit pjesë.
e skuadrës dhe e ke moralin. Tani ai u bë kopa lut më, ai as nuk aktivizohet asgjë. Ka ikë në Turqi tash, zoti di çfarë po bëti, as aty s'po luna, nuk e di çfarë po bën, unë pak të s'po enjoy. Dhe gjithë kjo Ka kohë, minuta, po merr minuta, po që është prap dobët, ka qenë shumë larg formës, edhe Beşiktashi. Ka marrë nga 60 minuta 70 minuta, po shumë larg formës. po atëre, domethënë forma e tij aktuale jo e mirë. U pa dhe në ndeshjen me Polonin. Sheu për mu bëri ndeshje të madhe, mos them që lojtari më i mirë tani, paktën ashtu si e pashu. Edhe Laçi bëri ndeshje të madhe sa luiti bëri ndeshje të madhe. Duhet të japim një duart orkidje shumë madhe Qazim Laçit. Teknikisht ndoshta nuk është mes emrave më egzotik të kontares, mes Interit, Beşiktaşit, Chelsea, nga na vinë lojtarët, por ai ka bërë një ndeshje shkollë e vjetër futbolli, me grind, me shpirt. Ai ka dhënë, ai e jep çdo ndeshje shpirtin, domethënë ai duket të gjithë të atë japin shpirtin aty, po ai e tregon akoma më shumë edhe me gjeste, me gjëra, po ai domethënë për masinë e trupit që ka, dihet që aq shumë sa varpon minutë 70 do të mësohet, domethënë është Altin, e ke një këshill për Kristian Aslanin, sepse dy ka qenë lojtarat marrë të Shqipëria. Kristian Aslani Inter, Armando Broja Chelsea. Për Brojen kemi folur kaq shumë. Po për Kristian Aslanin, në këtë fazë që është ai, a ke një këshill personale për të? Po mos s'ka lidhje me këshillën, se këshillën ai di shumë mirë, ai duhet të morë gjendjen e vet fizike, duhet të morë gjendjen e vet morale, t'i ngrenë në maksimum, dhe atëherë ka shans domethënë që të luajë mirë edhe me kombëtarën. Të luajë mirë atje herë me klubin e vet, se po luajë me ekipin tënd mirë. Po nuk dhe asiste, po nuk fitove dy luftime, po nuk shënove dhe gola. Sepse tani Kristian Aslani e ma vetëm për edhe lojtar organizator, edhe lojtar që ai godet portën. Tani edhe duhet shënosh gola atëherë. Po. Dhe nëse ti nuk e arrin këtë gjendje me klubin tënd, e ke shumë vështirë ti të japësh të bësh një ndeshje të madhe me ekipin tonë kombëtar. Po sa i përket lojtarit Pilo që ne thamë, i cili humbi ato rastin e pasër. Për te rastit të humbur, duke një lojtar i cili kishte një energji ndryshe. Sa i ryn fush, ishte gjithmonë aty duke sulmuar zonën, rasti që u gjet aty para porte, kishte shumë dinamizëm. Si do duk? Do të tregoj një histori shumë të bukur. Kam qejf ta ndaj, sepse kam një mikun tim, e kam dhe komshi në lagje, tifoz i çmend futbolli. Është nga Saranda, dhe në fakt është çam i nga Konispoli, është në origjinë tamam. Njëri i zakonshëm, Zener Hodo e quajnë. Tifoz i çmendur futbolli dhe patjetër i kombëtarës tonë. Dhe ne gjithmonë para çdo ndeshje flasim dhe për pritshmëritë e ndeshjeve, bolli që kisha ka me muaj t'jap ca mendje, ca deklarata që ti thosh nëpër televizor ashtu, domethënë se ka qef. Edhe ure ta shofi këtë podcastin, ose doja dërgoj unë që ta shofi. Dhe si gjithmonë flasim përpara kësaj ndeshje dhe ai i tensionuar si gjithmonë me atë tifozlikun e vet. Altin tha do të them diçka, më tha, mu dhe është një lojtar, tha një pilua, më tha, mu. Po e shaf në kampionatin grek, tha është i papar, më tha, mu është i papar, tha. Po shoke, tha, në qoftë se do ta aktivizoj, tha, hama zemër, i thashën se fundi fare kampionat grek është më bëri dhe thash, kurse nesër do luajmë kundër majave kampionatëve europiane. Po ja, okay, shive jam atë syrin tënd ti, tha, mu edhe më thuaj. Edhe faktikisht ai kishte drejt, mu ai kosa sa e pash, domethënë ai kosa u aktivizu. Ishte i lojtar me të vërtet, kishte një ftofësim vetvete, kishte një personalitet. Domethënë, ai ishte ndeshja parë, se s'mbajmë të ketë një tjetër me kombëtarën ai, pa i dukte sikur ishte ndeshja 30 aty me kombëtarën. Lojtar kush ishte, jo më të ketë lozë të Shqipëria. U dukte sikur ishte ndeshja 30 me kombëtarën, i shpejt, pozicional, kërkues, agresiv. Domethënë, përpara portës dilte, domethënë udhëheqte aksionin përpara. I kishte gjitha virtytet e lojtarëve që ne presim, domethënë. Shqipëria ka me këtë lojtar. Patjetër, pa diskutim. Ai, domethënë, është lojtar që duhet dhënë shansi, duhet integruar në ekipin tonë kombëtar. Unë nuk po them tani direkt fut informacion atë, sepse nuk marr përsipër gjëra të tilla, po lojtar që duhet i dhënë hapësira, dhe unë uroj që ai nesër dhe besoj që ai nesër do të informacion. Jam i sigurt që ai nesër do të informacion.
sepse ai kishte dhëna me vërtet fantastike. Aldin, si e shikon Silvinjon te Shqipëria? E shikon një cikël të mbyllur pas kësaj që ndodhi apo mendon se do vazhdohet kontrata me të? Ose i mendim tënd na duhet vazhdohet? Atëherë unë do t'jap dy opinione, Claudio. Një nga ana Silvinjos, si do ta shohë ai këtë çështje, dhe një nga ana jon, si do ta shohim ne këtë çështje. Po. Në qoftë se unë do isha Silvinjo, dhe jam i sigurt që ati do i vinë oferta, dhe me thënë, edhe nga ekipe kombëtare, po edhe nga klube sigurisht. Unë kam përshtypjen që ai duhet të pranoj, duhet të nga ekipi jon kombëtar. Pra, tisha unë Silvinjo, unë do largosha, do mjesha një ofertë tjetër dhe do e mbyllsha kapitullin me ekipin tonë kombëtar. Sepse, po jap dhe arsyet. Po. U bën gati 3 vjet, sa vjet u bën gati 3 vjet Silvinjo këtu, po? 3 vjet. Dhe për 3 vjet, në qoftë se Silvinjo do ishte thonë ose neve do ishte thonë para 3 vjetëve dëgjoj, do mirëni këtë trajner, dhe ai do ju çojë një herë direkt në Europian dhe do ju kualifikojë në play-off, pastaj se ç't, domethënë Zoti do na thonte ne që një në Europian direkt dhe një në play-off të botrorit, aty pastaj zgjidheni vetë deri aty do ju çojmë. Po. Si thotë do e merrnim në Silvinjon? Do ta grabisni mundësi. Dhe po këtë, ta bësh këtë pyetje dhe atyre njerëzve që thonë Silvinjo duhet iki. Edhe ato vetë do thonë, do binë kontradikt me vetë. Do thonë, po do e kisha marrë. Po si mund t'i atëherë ku do e kisha marrë? Atëherë, domethënë është një gjë shumë e thjeshtë. Për ne, ai ka bërë punë shumë të mirë. Ka mbledh lojtar shumë, ka fut lojtar të ri, ka marrë lojtar, i ka hedh prap, i ka çuar në tribun, e ku ta diun, domethënë që bën çdo trajner. Po më kryesore domethënë 2 kompeticione që janë më të rëndësishmet, pra kampionati evropian, kampionati botror, një na kualifikoi direkt dhe një na çoi deri në play-off. Që ka gabime ai në mes, sepse unë vetëm ndeshjen e fundit me Volonin ti dhash një 2-3 gjëra të vogla që po detaje që duhet të ishte. Tani ana jep kjo siguri ne që Silvinjo në të ardhmen do i riparoj, do i rregulloj të qasje ndaj ekipit tonë kombëtar, sepse një gjë ai e ka shumë, e kanë karakterin e vet si trajner, besoj, e si njeri, që ai kur beso fort te Claudio, edhe kur është Claudio në gjendjen e vet më të keqe ai do ta fusë, se beson shumë. Po. Por nga herë do të jesh po kur e prish besimin pasaj nuk ka më shans dytë. Duhet të jesh nga herë, duhet të jesh më cinik në vendosit e tuja si trajner, më transparent dhe më pak kokfort, ku bëhet fjala pastaj për ndeshje të tilla. Sepse në qoftë se Silvinjo, se s'bëhet fjala këtu tani, do e shajnë Silvinjon, do e kritikojnë Silvinjon se nuk u kualifikon në botror, nuk eliminoi Polonin, sepse fundi fare kishte dhe ndeshje tjetër, nuk po themi tash që ishte ndeshja finale ajo dhe ne kishim dhe ndeshje tjetër në Suedi, prit se është Suedia ajo, gjithsesi. Pra nuk ishte gjë të sigurt. Megjithatë, në qoftë se do e aktivizonte Muçin ai në vend të Bajramit, do kishte një person në Shqipëri që t'i kërkonte atij llogarit se nuk u kualifikove ti, sepse ai kishte bërë gjitha. Ore, futa Muçin se është në gjendjen më të mirë, të mundshme, nuk futa Bajramin, nuk futa as Brojen sepse është fizikisht jo mirë, ky që është në gjendjen më të mirë, me moralin më të mirë, e futa informacion. Dhe ai prapë s'bëri asgjë. Atëherë edhe për njerëzit do ishte justifikueshëm. Ai megjithëse e dinte këtë, prapë vendosi me kokën e vet. Pra, janë ca gjëra që ai duhet i përmirësoj në të ardhmen për mendimin tim, nëse do rritë Shqipëria dhe do që nesër ai të ketë dhe rezultate më të mira se sa kishte, domethënë. Ka dhe diçka Altin, për shembull, nëse un kam diçka që nuk është se më mbush dhaj shumë te pjesa e Silvinjos, është për shembull krahasim me kohën e Debiazin, që Shqipëria sa herë ka luajtur këto ndeshjet me ekipet e mëdha, kur u lozëm me Anglinë, kur u lozëm kundër ekipit të dytë të Spanjës, me Serbin këtu në Tiranë, domethënë ndeshje në të cilat ne kemi performuar shumë mirë ndaj kundërshtarëve shumë lart se ne. Vjen një moment që ti
je taktikisht shumë lart, bën gjithçka shumë mirë, por nuk e ke gjithmonë atë lojtarin për ta shtyr topin drejt rrjetës. Pse ndodh kjo? Kur në të kaluarën për shembull Shqipëria ka mundur Francën këtu 1-0. Kur në të kaluarën Shqipëria ka dalë barazim me Francën në transfert 1-1. Kur në të kaluarën dhe në të tashmen Maqedonia e Veriut befason Italinë, befason Maqedoninë. Unë nuk pres që Shqipëria të befasoj Anglinë apo Spanjën, po jo në kaq shumë ndeshje edhe mund ta kapësh një kundërshtarin në një surprizë tillë, ëh. Sepse po flasim për kombëtare që ne supozohemi që do të jemi te ekipet mestatare tani. E kemi rritur stekën. Po përsërisim tjetër gjë. Ne aty nuk e dëshmojmë veten, si më thënë. Te prova e madhe. Dgjoj, kur Maqedonia e Veriut mposhti Italinë, Italia ishte në gjendjen e vet më të keqe të mundshme që ka qenë gjatë gjithë historisë së futbollit italian. E parë. Maqedonia Veriut ka mposhtë edhe Gjermaninë këtu. A e diti? Edhe Gjermaninë e kanë mposhtë ata këtu. Dhe Gjermania në ato kohë ishte më e keqja e gjithë kohë, domethënë, to kanë lidhje me njëra tjetrën. Sepse ti nuk mposh dot skuadrat që kanë emër të madh në futbollin botror, kur ata janë kulm, ose të qofshin edhe pak poshtë kulmit. Po ti mposh ato kur janë ato poshtë fare. Edhe mund t'i mposh. Polonia ti kishe gjitha mundësi ta mposhte sa herë më. Ti e mposhte në Tiranë para 2 vjetëve Poloninë, në 2-0 dhe e rafe e mposhte kështu. Dënçe i themi ne. Poshte Çekin dënçe. Po me këtë trajner pra e mposhte. Do thoshti që aty është defati që kalon në avantazh me 1 gol nga distanca. Ishte në fushën tonë, ëh? Po këto janë fati, domethënë është pjesë e lojës, ti ditë ta menaxhoje pastaj lojën, nuk i dhe mundësi kundërshtarit, nuk i dhe hapësirë kundërshtarit. I mori 1 pikë Çekis në Çeki. Prit pra se ti ke tregu forca. Me këtë trajner ke tregu forca. Claudio, po ne i harrëm shpejt gjërat. Çekia, Polonia, Serbia, mos harrojmë, nuk janë elitare, pra nuk janë një niveli me Spanjën, me Francën, me Anglinë, po janë direkt mas atyre, direkt. Vin direkt pas atyre, është drejt. Po vin direkt pas atyre. Portugalia është elit, është domethënë me Spanjën, Francën. E kanë fjalën këto. Edhe Gjermani nuk e fusun te elita, e fus domethënë pak më poshtë. Kështu që ne do të jemi me këmbë tokë, se fundi fare jemi Shqipëri, jemi domethënë fal Zotit që jemi bër, tani jemi hap në diasporë, kemi mundësi me marr lojtar jashtë vendit pranë diasporë. Po na bashkohen, ti e ke rrit emrin ta si Shqipëri dhe po të vinë lojtarë tani gjithë, po të vinë sepse kjo ka të bëjë shumë për moment që ti e ngren aspiratën tate si kombëtare, si futboll, shkon europian, kualifikohesh tani në play-off në botror. Pra je afër botrorit një hap. Herën tjetër ndoshta kualifikohesh direkt. Çfarë bëva ki se futbolli po bëhet shumë kompleks. Atëherë ty të vinë edhe lojtarët. Po e kanë fjalën fal diasporës, ti e zgjeruj çik, po të mësh çik sa milion banor jemi ne. Nuk kemi më shumë se 3 milion banor më Claudio. Në Shqipëri brenda për kam fjalën. Edhe po përballemi me superfuqi. Polonia ka 40 milion banor. Çekia ka 38 milion banor. Për të ndalur te Turqia, Arda Güleri tha re fundin që ka luajtur Turqia në botror, ishte në vitin 2002 sa kur mos kisha lindur akoma. Bravo, po Turqia është 60 milion banor, veç, ta dish, 60 milion. Është 30 më masën e. Domethënë, do thosh ti që edhe Kosova 2 milion banor ka, po ka dalë me Turqinë në finale. Këtu pastaj duhet dalim se është histori tjetër. Duhet dalim pak një 5 minutë, 10 minutë që fundit për komentuar pak edhe Kosovën. Është bërë, tha Vedat Muriqi, dhe do është një gëzim i madh se jetë një pavarësi e dytë për ne, tha nëse do të kalojmë botror. Ndërkohë nga ana tjetër gjithë shqiptarët janë bashkuar dhe situata ka shkuar deri aty, ajsa Top Channel pas ka dalë me një njoftim Altin që thotë Big Brother nuk ka nesër, do transmetohen ndeshja e Kosovës. Po i takon ta bëjmë se kush i bie menja ky Big Brotheri një ditë të nesërme ku shkruan fatet e kombit shqiptar. Nuk janë vetëm fatet e Kosovës, si një shtet i vogël shqiptarësh. Aty shkruhet fatet e gjithë kombit shqiptar, e gjithë shqiptarëve anë mbatë botës. Sa bëmi ne? 20 milion, 30 milion, nuk e di sa mund bëmi.
Në gjithë botën, me gjithë ato shqiptarët e vjetë në Turqi e kanë fjalë. Do me thënë, nëse shkruan ato, dhe unë e kam diskutu shumë, kam diskutu shumë për këtë kombëtare dhe në shumë televizione, gazeta, që kjo kombëtare e filloi keq, po si çdo gjë që do kohën e vet ta ingranohet nga një staf i ri, edhe unë e njoh direkt atë trajnerin, domethënë dhe di konceptet e tij, idetë e tij edhe karakterin e tij si person, e ishte sigur që do i vite në li. Dhe ama nga ana kualiteteve, Kosova ka kualitete të jashtëzakonshme. Është drejt. Ka kualitete të jashtëzakonshme dhe mbi të gjitha ka një frym profesionalizmi individual të jashtëzakonshëm. Altin, Nuk po them që ne nuk e kemi atë, nuk e kemi. Por Kosova në raste ku duhet të jetë cinike, ku duhet pa tjetër fitoria, pavarësisht se në fundit nuk e bën mirë se pson 3 gola. Domethënë nuk e kishin bërë tjetër. Vetëm me Zvicrën më mend që i mundi Zvicra shumë rënd, edhe ku ishte me Slovakinë që psu shumë gola. Po pjesa tjetër pastaj ishte pothuajse perfekte. Do të thoya vetëm shiko pak, domethënë te golat e Kosovës, mënyra se si feston dhe Donzhe Grova, lojtari i Juventusit, i cili rin stolte Kosova dhe feston si i çmendur nga stoli për të festuar golin e shokut të ekipit dhe për treguar gjithë dëshirën dhe grinën e tij të madhe sikur të kishte shnuar gol vet. Edhe ky është shembulli. Pra jo një lojtar i cili vjen me një emër ekipi, të ri aty te stoli dhe bëhet i pakënaqur me trajnerin, sepse në fund fare nuk po luan as për Silvion dhe as për Dukun, por luan për Shqipërinë, po luan për Kosovën. Ky është shembulli i Donzhe Grova. Në qoftë se ju kujtohet, kur erdhi trajneri në fillim fare, Zhegrova bashkë me një lojtar tjetër, tre thyen rregullat, disiplinën mbas një ndeshje dhe u përjashtuan direkt nga skuadra. Dhe unë e di shumë mirë që do ndodhte sepse e njoh domosdoshmë disiplinën gjermane nuk do me ditë për emra, kur vjen puna që disiplina, sepse disiplina mban skuadrën. Dhe ja kur jemi sot, e marrë shembullin shumë mirë ti. Zhegrova, një lojtar grindavec, mistrec, mund ta shkruaj si dush. Po kur bëhet fjala, domethënë nuk po flasim nga ana talentit, është jashtëzakonshëm. Po, normalisht. Jashtëzakonshëm, domethënë triblus si ai, shpejtësi, veprimi, gjitha dhe kam bindjen time dhe përshtypjen time që nesër ai duhet aktivizohet. Nesër nesër është neshja e jetës së Kosovës, ai nesër Madomena do jetë nga ato që do japi shpirtin aty në fushë, dhe mrapa dhe përpara, po duhet aktivizohet, sepse është dhe i freskët, ka shi neshës tjetër, dhe për këtë arsye them që Kosova ka ardhur aty ku një ekip profesionist duhet të jetë. Sa shanse shikon Kosova të shkojë më dorë? Tani do të kemi parasysh që gjë që Turqia nuk është Slovakia, mbi gjitha ka një trajner italian, një trajner me bagazh shumë të madh, duket dora ti në skuadrën turke. Mentalitetin turk ne e njohim shumë mirë, është një mentalitet shumë i vrasht. Do me thënë, turqit në momentin që i ze, i copton. Po ama po të zunë të coptojnë. Do me thënë, momentin që i ze, i copton. Do me thënë, është shumë skuadër e brisht. Ka pa tjetër yje, se ka atë të Realit, ka atë të Interit. Po pra, kjo është një moment i Kosovës, ku Kosova duket sigur do shtypi këdo gjë përpara dhe luhet një finale historike botërori në Fadil Vokri. Tani unë gjithë shpresën e Kosovës e kam të një mbrojtje e çelikt dhe kundërshtar. Turku ka, domethënë po shifsha me Rumaninë, që ishte gjysmëfinale me Rumaninë, dhe rumuni i krijoi 3 raste të pastra, ndërkohë që Turku ishte 1-0. Domethënë Turqia ishte 1-0 për Turqinë, dhe normalisht 1-0 në fushën tande nuk duhet lesh centimetër rastit kundërshtarit. Rumania pa 3 raste të pastra fare, vetëm domethënë ajo është skuadër shumë e brisht. Turqia në mos mbrapa në mbrojtje ka shumë probleme. Prandaj them që Kosova nesër, nëse i shënon atyre, majni mend se ato do hapen, edhe mos të duket çudi që Zhegrova pastaj tifusin janë 2-3 tjerë.
Urojmë shumë, po e di ku që e bukur Altin, ishte e bukur që thuaj në vitin 2014, Turqia ishte ekipi i parë i madh që ka ardhur për të luajtur për Kosovën. Kosova ishte pa pranuar nga FIFA dhe UEFA, Turqia vinte deri diku për mëshirë që të njihej Kosova dhe 12 vite më vonë Kosovë-Turqi kush merr biletën e botrorit. Jo për mëshirë, por nga që shqiptarët e Kosovës janë pothuajse 90% musliman dhe kanë një lidhje shumë të mirë me shtetin turk, sepse dihet domethënë që kohën e Skënderbeut, pjesa më e madhe që ikën në Turqi atëherë ishin shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë Veriut sot. Pak të kështu e diu nga historia, nuk e di, mund të jem dhe gabim, po ke shumë aktor turk të sotshëm që janë me përradhe nga Kosova, nga Prishtina thonë. Kështu që është një lidhje shumë e largët. Siç në fakt e kemi edhe ne, koha 500 vjeçare e okupimit e Osmanëve. Këto e kanë akoma edhe më intensive, këtë bashkëpunim me Turqinë. Kështu që në Prizren, 80% e njerëzve në Prizren flasin turqisht. Domethënë, bravo. Kështu që në këtë aspekt ky është edhe kjo lidhja që turqit nuk është se erdhën për mëshirë, po erdhën sepse ka një lidhje. Por në rastin konkret bëhet fjala për sport, për futboll, secili mbron ngjyrat e veta, shtetin e vet. Dhe nuk do ketë jo lëshim, po s'do ketë asnjë lloj lëshimi, sepse secili do të jetë botror. Për çdo futbollist, maja e karrierës vet është prezantimi në ekipin kombëtar botror. S'ka tjetër më të madhe se aq. Altin, pyetja e fundit e ditës, e di që të lodha se shkoj gati një orë intervistë, po pyetja e fundit është kjo. A do doje Kosovë, Turqi të luajnë në Albania? Po, për zotin, unë kisha shumë shpresa që Kosova do ta kërkonte gjë të tillë. Sinqerisht. Sepse me gjithë respektin për Prishtinën, se e du fort, Kosovën e du fort, edhe njerëzit atje i du fort, sepse janë shqiptarë, janë pjesa jone më e mirë, por një ndeshje në Air Albania, që fundi fare është më e mbyllur, krijon atmosferë jashtëzakonshme, që fundi fare nuk kishte pse biletat t'i mjeshin shqiptarët e Shqipërisë, po gjithë shqiptarëve të Kosovës biletat, atyre vetëm ja kisha dhënë, po ta bëshin ndeshjen në Air Albania. Unë shpresoja që ato ta kërkoshin një gjë të tillë. Edhe më vjen çudi pse se kanë kërkuar, sepse edhe për ato do ishte shumë më mirë. Se mund ta bënin sipas rregullave? Po patjetër, pse jo? Çdo ekip kombëtar ka drejt ta zhvillojë ndeshjen atje ku don. Nëse ne do thonim duam ta zhvillojmë në Turqi, nuk ka pse thot jo UEFA apo FIFA. Që në fillim, sepse e di që kur vjen një kohë, 20 ditë, një muaj, do të caktojnë stadiumet, edhe nuk mund ta ndryshosh. Po patjetër, po dëgjoj, problemi është ky, sepse ti nuk e dije se do ti mund të kaloje. Po. Po, megjithëse ne dije që i kishim të dyja ndeshjet jashtë, jo, dije jona. Domethënë jona dije që ishin të dyja ndeshjet jashtë, nuk i kishim brenda asnjë. Kështu që ato kishin mundësi ta zgjeshin Shqipërinë për me luajt këtë ndeshje. Kishin mundësi. Ishte emocionuese shumë. Ndërkohë ti po flet edhe në ranketet mishit, shikoje Kosovën, biletat vetëm për shqiptarët e Kosovës, dhe shikoje Kosovë Turqi kur shkon në botror. Po pikërisht. Po si një trup i vetëm, aty është si një trup i vetëm. Aty ishte si një trup i vetëm. Do ishte fantastike. Nëse gjithsesi edhe stadiumi i Kosovës është pak i hapur, kështu atmosfera nuk është si në Air Albania, ta themi tash realitetin. Tifozat do jenë aty për krah të skuadrës, rasti nuk duhet humbur. Uroj që tifozat dinë ta mbështesin skuadrën. Jo siç e kanë zakon tifozat tonë në Shqipëri, e fillojnë këngën dhe fitoren para ndeshjes, lodhen ndeshje dhe gjatë ndeshjes i harxhohen bateritë, s'kan fuqi as me fol, as me bërtit, as kur t'jep faul kundërshtar, ajo arbitri kundër që të fshkëllesh, se aty duhet mbështetja. Mbështetja aty duhet, presioni i publikut aty shihet. Kur arbitri t'jep një faul, kur kundërshtari bën një faul, gjithë stadiumi fshkëllen, do të çajnë veshët nga fshkëllima, kjo dikon direkt moralin e lojtarëve, po edhe të arbitrit. Do me thënë, që mos bëjmë më t'japim më fal kundër te, ndikohet, ka ndikim. Ma besoj që ka ndikim. Momenti që ti filloj e bërtet para neshjes, se shan serpte, shan ato, shan të fut varës dhe, s'ke ta kapë.
menaxhim forca është i keq si për tifozët edhe për lojtarët, po nuk e di si ka tifozët, jemi gjithë. Altin, shumë faleminderit që ishe pjesë e kësaj interviste, ishte shumë kënaqësi për dëgjuar në detaje gjithçka që ti dhe. Ishte kënaqësi gjithashtu, suksese Kosovës, suksese ekipit ton kombëtar në të ardhmen, sepse nuk kam harruar asgjë, fundi fare na presin nesër shumë. Çuna tri kemi sa dush që na japin kurajë, na japin na japin për të ardhmen shpresë, kështu që thjesht duhet ta shfrytëzojmë edhe të marrim vendimet e duhura. Faleminderit. Kaloj një ditë të këndshme dhe përshëndes.